Me kërkesë të prokurorisë Tiranë, caktohet masa e sigurisë arrest në burg për ish-presidentin e urdhrit të stomatologut Nikol Deda për 3 vepra penale. Vjedhje e kryer duke shpërdoruar detyrën, shpërdorim detyre dhe veprime në kundërshtim me vendimin e gjykatës. Nikol Deda, në cilësinë e presidentit të urdhrit të stomatologëve, i lejoi punësimin e njerëzve pa kriter, familjar të tij me qëllim manipulimin e vendimmarrjeve të Këshillit Kombëtar nga viti 2016. Arresti ka ardhur pas dyshimeve të organit e akuzës se ndaj Dedës ekzistojnë shkaqe të rëndësishme që vënë në rrezik marrjen ose vërtetësinë e provës dhe ekziston rreziku që ai të largohet. Nikol Deda u denoncua nga shtetasi AG për shpërdorim të fondeve dhe se ka vepruar në kundërshtim me ligjin duke rritur buxhetin e urdhrit të stomatologut nga viti në vit. Nga veprimet hetimore rezultoi se ka dyshime të arsyeshme se gjithë rritja e buxhetit ka qenë me qëllim shpërdorimin e fondeve dhe përfitime personale për vete apo persona të tretë. Organi i prokurorisë vlerëson se është e nevojshme marrja e masës së sigurimit personal ndaj shtetasit Nikol Deda, pasi ekzistojnë shkaqe të rëndësishme që vënë në rrezik marrjen ose vërtetësinë e provës dhe ekziston rreziku që ai të largohet.